بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç i meriton ai xhalla shanu. Selamet ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë dhe sot me lejen e Zotit xhalla shanu dersin e 45 me radhë, e që neve në 2 derset e kaluara, po 3 derset e kaluara kemë fol rreth frikës ndaj Zotit. E sot do flasmi për frytet e frikës ndaj Zotit, sipas çdo punëve të zemrës, kemë fol për frytet e saj në dynja dhe në ahiret, gjithashtu edhe për frikën ndaj Zotit xhalla wa'ala. Me lejen e Allahut sot do shikojmë se çka përfiton besimtari me ja pas tutën Zotit, drov Zotit xhalla shanu. E para dashur vëllezër, është frika ndaj Zotit është shkak që ta qartëson rrugën për në xhenet dhe e ruan robën nga zjarri i xhenemit. Po kryesorja çështja është që robit ja tregon rrugën për xhenet, të cilën rrugë ai duhet ta ndjek, dhe ja tregon rrugën që duhet më urujt nga zjarri i xhenemit. Allah azza wa jalla thotë: "Liman khafa maqama rabbih jannatan." Ai që ja ka frikën Zotit, thotë maqama rabbih, ditën kur do dal me taku Zotin e tij, Allah azza wa jalla do shpërblej me xhennetan, 2 xhenete ka shpërblej. Thonë ulema islamit: "Huwa ar-rajul yuridu an yudhnima fayadhkara maqama rabbih." Ky thotë është njeriu i cili dëshiron me bëj gjuna, i shkon mendja për me bëj gjuna, mirë po e përkujton Zotin e tij xhalla xhalaluhu, e përkujton që ka me dal para Zotit edhe me dhon llogari, fayad'a dhanb, edhe e lën gjunahun. Ky është që Allah azza wa jall thot: "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Ai që ja ka frikën takimin me Zotin e tij, vendit ku do takoj Zotin e tij në ditën e gjykimit, Allah azza wa jall për shkak të frikës që ka ndaj tij e shpërblen me xhenet, ja tregon rrugën për xhenet. Edhe e ruan nga zjarri i xhenemit. Zatën kjo është çështja kryesore. Çështja kryesore që ne duhet me pas frikën Allahut. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, shoku i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot: ai që i kryen farzët e Zotit edhe ja ka frikën Allahut, Allah azza wa jall do shpërblej me xhenet. Ai i cili i kryen farzët e Zotit, namazin, agjerimin, Ramazanin, haxhin, të gjitha obligimet që i ka bërë Zoti, zakatin, ndaj neve, edhe ka frikën Zotin e tij, ka me fut Allahu në xhenet, sepse thotë: "Wa uzdifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id." Është zbukuru xheneti për të devotshmit, shumë afër e kanë, thotë Zoti xhalla wa ala. "Hadha ma tu'adun." Për këtë do thotë ju kum premtu juve, kryeni obligimet, Allahu subhanahu wa ta'ala pastaj kam ju shpërblim me xhenet. Li kulli awabin hafiz. Çdo njeri i cili e ruan veten e tij edhe kthehet te Zoti, men khashiya ar-rahman bil ghaib, ai që ja ka frikën e Zotit pra kur është në fshehtësi. Kur është në fshehtësi, thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Men khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib." Dhe ka ardhur Zoti me zemër të kthyer tek ai, me zemër të kthyer. "Udkhuluha bi salam, dhalika yawm al-khulud." Futuni thot në xhenet me paqe, me selam. Kjo është dita kur ju do të jeni për gjithmonë, dita e hyrjes. Ata kanë lahum ma yasha'un fiha wa ladayna mazid. Në xhenet do të kanë çka dojnë ata. Ma yasha'un fiha. Çka dëshirojnë ata. Wa ladayna mazid, edhe kanë hala më shumë. Dhe e shohin dhe e takojnë Zotin e tyre, Zotin tonë Allah subhanahu wa ta'ala, Allah në bëf prej tyre. Pra, shkon e dashur vëllezër se sa është e rëndësishme me ja pas frikën Zotit xhalla wa ala në këtë dynjë. Sepse ja sqaron rrugën e robit për xhenet dhe e ruan Allah azza wa jalla nga zjarri i xhenemit. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "La yaliju an-nara rajulun baka min khashyati Allah." Nuk e rrok zjarri i xhenemit një njeri i cili ka qajt për frikës ndaj Zotit xhalla wa ala, hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar'i,
derisa të kthehet shumshti në xhi. A kthehet shumshti masit milet kafsha? A kthehet në xhi? S'kthehet kur. A që dënon Zoti një njeri, një besimtar, i cili ka qajt nga frika ndaj Zotit xhallahu ala. Dhe shikoni dashur dhe sa është e rëndësishme me ja pas frikën Zotit në këtë dynja, dhe prej fryteve të frikës ndaj Zotit xhallahu ala është që muslimanin e bën njeri që ja tregon rrugën për xhenet, e shpëton nga zjarri i xhenemit. E shpëton nga zjarri i xhenemit. E dyta dashur vëllezër, prej fryteve të frikës ndaj Allahut azza wa jalla është emanun lil khaifin. Ata që ja kanë frikën Zotit në këtë dynja, Allah azza wa jalla do i siguroj ditën e kiametit. Ata që ja kanë frikën Allahut azza wa jalla në këtë botë, ja kanë pas frikën, kanë jetuar me frikë ndaj Zotit. Allah azza wa jalla do i siguroj ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit njerëzit janë të friksuar krejt. Nuk ka njeri që s'është i friksuar. Nuk ka njeri, edhe pejgamberët e Zotit, nuk ju intereson ma për ummetet e tyre, vetëm për veten e tyre. Për veten e tyre, secili thot vetja ime. Njerëzit janë të friksuar, sepse e shohin se ku e kanë punën e tyre, i shohin punët e tyre në ditën e gjykimit. Allah azza wa jalla të mjafton që ju të jetë një llogaritës të vetvetes tuaj, jo llogarit në veten tuaj. Andaj kur është njeriu këtë gjendje, friksohet shumë. E në këtë gjendje, kur dielli është mbi kokat e njerëzve, kur njerëzit notojnë një njerëz të tyre, kur janë të friksuar, të tronditur, ata që ja kanë pas frikën Allahut në dynja, Allahu i siguron ditën e gjykimit. I siguron, nuk friksohen. Jenë në hija ditë kur tjerët janë diell. Jenë në hija të arshit Zotit xhalla xhelal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith wa izzati, hadithul qudsi, thot wa izzati la ajma'u li 'abdi amnayn wala khawfayn. Allahu xhalla wa ala thot në këtë hadithul qudsi, pasha madhnin dhe krenarin time, thot Zoti, nuk doja bëj robit tim dy sigurime dhe dy frika. Nuk doja bëj dy sigurime, nuk doja siguroj dy herë, edhe nuk doja friksoj dy herë. Si kështu, in huwa aminani fi dunya, e khaftuhu yawma ajma'u ibadi. Qofse robi im thot, është një sigurt nga dënimi im në dynja, do ta friksoj atë ditë kur do t'i të bëj robrit e mi në ditën e gjykimit. Do ta friksoj atë ditë kur do t'i të bëj robrit e mi në ditën e gjykimit. Dhe thot pastaj, wa in huwa khafani fi dunya, amantuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Në qofse robi do të më ka friksu mua në dynja, do ta siguroj atë ditë kur do t'i të bëj robrit e mi në ditën e gjykimit. Pra shikoni dashur vëllezër, çfarë dallimi ka mes atij i cili jeton me frikë ndaj Zotit në dynja dhe mes atij që s'ja ka frikën Zotit xhallahu ala. Ka me jetu i tronditur, i trishtuar edhe në dynja, po ka me u trishtu dhe me u trondit dhe me u friksu ditën e kiametit, ditën e gjykimit. Ai që ja ka pas frikën Zotit në dynja, është rujt prej kufeve që i ka vendos Zoti xhallahu ala, Allahu do e siguroj ditën e gjykimit. Do jep siguri të plotë. Do jetë i qetësuar, nuk do friksohet. Për këtë edhe Allah azza wa jall, çka thot për ata 7 kategori të besimtarëve, ku një prej tyre thot: "Wa rajulun da'athu imra'a dhata mansibin wa jamal faqal inni akhafu Allah." 7 grupe që do të jenë në hije, kur tjerët janë në diell, një prej tyre është një djalosh i ri që thot e thirr një grua e bukur dhe me pozit për të kryer amoralitet, e ky thot inni akhafu Allah, unë i friksoj Allahut azza wa jall. Ky do të jetë në hije. Këtë e siguron Zoti xhallahu ala në ditën e gjykimit. E siguron. Nuk e frikson ditën e gjykimit. Pastaj tjetri, wa rajulun dhakara Allah khalian fafadat ayna. Edhe rajulun, njeriu i cili e ka kujtuar Zotin e tij, sa ka qenë vet, edhe ju ka friksu Zotit, edhe i ka rrjedh loti nga frika ndaj Zotit. Këto e siguron Zoti ditën e gjykimit.
Nuk e frikson Allah azza wa jall këtë rob, po e lën në hije kur tjerët janë në diell. Të tjerët i trondit atë besimtar të vërtet, ata që ja kanë frikën Zotit, këta janë të sigurt në ditën e gjykimit. Do të jenë në hije, do të jenë në begati të Allahut, hala pa fillu dita e gjykimit. 50.000 vite kanë me qëndru njerëzit në diell, këta janë të sigurt. Andaj, prej fryteve të frikës ndaj Zotit, dashur vëllezër, është që Allah azza wa jall e siguron robën ditën e gjykimit dhe nuk e frikson kur të tjerët janë të friksuar dhe të tjerët janë të tronditur. Thot Fudail ibn Iyadi rahimahullah ta'ala, një prej ulemave të ndaj të Islamit, men khafa Allah ta'ala lam yadurhu shay. Ai që ka frikën Allah nuk i bën dëm askush. Kur gjë si bën dëm ti njeri, absolut. Asgjë nuk mundet me i bë dëm ti njeri. Thot wa man khafa ghayra Allah lam yanfa'uhu ahad. Ai që ka frikën dikujt tjetër jo Allahut, nuk mund me i bë dobi askush. Nuk mund me i bë dobi askush. Qofse ti nuk i friksohesh Zotit, po i friksohesh njerëzve, i friksohesh krijesave. Një frikë që veç Zoti do të më jotut ashtu. Nuk mund me të bë dobi askush. Ka të ke. E ai që ka frikën Allahut azza wa jall, nuk mund me i bë dëm askush. Sepse besimtari i vërtet kështu do të me pas imanin e tij. Kështu do të me pas imanin e tij. Mi friksu vetëm Allahut azza wa jall dhe askujt tjetër në dynja, ndash që neve pastaj benefit me fitu sigurin nga ana Zotit xhalla wa ala ditën kur i të bën robërit e tij ditën e gjykimit. Benefiti i tretë që e fiton robi duke ja pas frikën Allahut azza wa jall në dynja është dashur vëllezër e arrin pozitën që me e falë Allah azza wa jall, me falë, me afshih gjunat, krejt, me falë. E këta kemi nevojë të gjithë. Të gjithë jemi gjunashar, të gjithë kemi kusure, të gjithë kemi gjunat. Kemi nevojë që Allah azza wa jall më na falë. Pa faljen e Zotit s'ka xhenet. Pa mëshirën e Zotit nuk ka xhenet. Pa magfiretin e Zotit s'ka xhenet. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith gjithashtu të qudsi, idha arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alayhi hatta ya'malha. Allahu ju thot me lajkeve, shikon e robit tim, mos ja shkruni gjunahën derisa ta vepron atë. Derisa ta vepron atë. E kur ta vepron atë thot, fe in amilaha faktubuha bimithliha, shkruni vetëm një. Shkruni vetëm një gjuna e ka bë, një gjuna shkrunja. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasana. E qofse e lën gjunahën për hir timin, shkrunja sevap. Shkrunja një sevap. Wallahi, kësi falje nuk mush me gjithë askon. Veç të Zotë ju në gjellë gjellë. Sepse Allah dënë me na qu neve në gjenet. Dënë me na qu neve në gjenet. Allah është i mshirshëm. Allah nuk dënë me e denu robin e ti në esencë. Nuk dënë me e denu robin e ti në esencë. Dëshiron që ta shpërblej robin e ti. Robin nuk dënë heqë. Zoti Gjalla wa Ala me drejtësinë e tij e dënë, sepse nuk i bën të drejtë besimtarin dhe besimtarin, muslimanin jo muslimanin. Ato që ka besu Kur'an, ato që s'ka besu Kur'an. Ato që vdes musliman, edhe ato që vdes edhe nuk e din ç'më varros, a më varros me komunista, a më varros me ateista, a më varros me liberalista, dikujt që më vendos, ani bakall, ani s'din çysh. Nuk janë vetë njëjta, s'janë, s'kur s'kan me qenë njëjtë absolut. Nuk kanë me qenë të njëjtë kur. Sepse Allah azza wa jall po don me na fut në xhenet. Do të thotë se robi dëshiron me bën gjuna, pritni një herë, mos e shkruni. Në një hadith tjetër thotë, mos ja shkruni 6 saat. Na stipendohet, hiç mos ja shkruni pastaj. 6 orë. Po nëse e vepron, shkruanja vetëm një. Nëse e lën gjunon, edhe pse ka menduar me e bë, për hir timin, ju ka friksu Zotit, pra shkruanja një sevap, thotë Zoti që. Shkruanja një sevap. Sepse e kalon prej frikës ndaj meje, thotë Zoti Gjalla wa Ala. Ndaj Allah azza wa jall dëshiron neve me na çon xhenet. Vetëm ne do të punojmë pak. E njëri kur e bën një sevap, thotë shkruanja 10, jo një 10. 10 është minimalja, deri në 700, e deri pa kufi që vetëm Zoti Gjalla wa Ala e din numrin e sevapeve, sikur që është Ramazani. Sikur që është Ramazani. Për këtë ka në hadith të dashur vëllezër.
prej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tek popujt e mëhershëm që një njeri ja ka pas frikën Zotit shumë, mirë po është friksu me dalë para Zotit. I ka kry farzët e Zotit, po s'ka pas shumë namaz nafile, s'ka pas sadaka nafile, s'ka pas para ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kohë të mëhershme shumë. Ja kalon byve dit amanet, ka thonë kur vdesune, digjma një kufumen edhe gjysën që të në ndeti, gjysën dhej. Edhe pse ky lloj amaneti nuk lejohet në Islam. Nuk lejohet kufoma më djega së lejohet. Kjo ka qenë para umeteve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, herët, për muslimanëve të hershëm, tek pejgamberët e tjerë. I ka thonë byve vet, kur vdes djegma një kufumen, gjysën që të në ndeti, gjysën dhej, se me bovakia, me më rinë gjallë Allah. Une nuk shpëtoj për zjarë i gjenem. Ka mendu që se rinë gjallë Zotë e heqë, masi gjysën deti, gjysën dhej, lekej. Allah Azugjel e rinë gjallë prapi, thot asaj pjesët që është deti, bëhor, asaj që pjesën në dhej, sepse Zotë i gjithësis, në punë me i ka zë, kriju si gjithësis, kriju si qive dhe i tokës, gjallë shanë, edhe e rinë gjallë. Edhe e pyet Zoti, edhe pse e ka ditë, e pyet. Pse veproi? Pse i shtinë fëmijët e tu me djegë? Edhe pse Zoti e dinte, po e merr pyet. Tha Zot vallahi frika ndaj tij. Veç frika ndaj tij që s'kum pas ku me dal para tij. Atëherë Zoti xhallahu ala për shkak të frikës që ka pas, dhe Allah t'ia fal të gjitha gjunoat. Ja fal të gjitha gjunoat dhe e bën prej banorëve të xhenetit. Pra frika ndaj Zotit xhallahu shanu të dashur lëzër e arrin magfiretin, faljen e Zotit. Bëhet shkak që Allah xhallahu ala me na fal neve mëkatet tona dhe me na fut në xhenet. Kjo është qëllimi kryesor i muslimanit. Kjo është qëllimi kryesor i muslimanit, edhe pse tham që në Islam nuk lejohet. Në shariatin e fundit që Zoti xhallahu ala ka zbrit në tokë, në Kur'anin famlar, nuk lejohet që kufoma të dëmtohet, kufoma të digjet, kufoma të bëhet, domethënë ashtu siç bëhet në vende të ndryshme, por të nderohet me nderimet më të larta, duke e dërgu të varezë, duke fal namazin e xhenazës, duke bë dua për to. Kjo është forma më e mirë e besimtarit që me përcjell kufomen e tij tek Zoti xhallahu ala dhe me u bë dua për besimtarin në mënyrë që Allah azza wa jall me mëshiru dhe me bë magfirat tek Allah subhanahu wa taala. E ata të cilët nuk dëshirojnë me varros me Islam me musliman lak, ata kanë zgjedh veten e tyre që mos më qenë musliman, ata kanë punën e tyre tek Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse na tham kafa bil mar'i ilman an yakhsha Allah. Ulema islamit thonë Mesruqi rahimahullah ta'ala, i mjafton robit për dije me ja pas frikën Allahut azza wa jall. Wa kafa bil mar'i jahla an yu'jaba bi nafsihi. Mjafton për njeriu ignorancë, të jetë ignorant, të ma xhepset me veten e tij, të ma xhepset me veten e tij. Prandaj muslimani nuk guxon që kur des me thonë vallahi s'pedi që më varros. Jo, s'pedi që më të varros, largo pi varreza muslimane. Diç më varros muslimane apo. Çfarë po varrosesh me muslimane, ti veç ju bë kallabllak varreza. Ashtu këtu s'po kena vend. Dele ta takoj shit varros në çu doni. A musliman do të më kon hoxha aty me varros me fal namazin e xhenazës. Sepse kështu e don Zoti xhallahu ala. As me djeg, as mos me dëmtu, po me afal namazin me bodo për to. Sepse në këtë formë, kur robi ka frikën Zotit xhalla xhalaluhu wa taqaddasat asma'u, e arrin magfiretin, faljen e Zotit xhallahu ala. E arrin faljen e Zotit. Frika ndaj Zotit do bën që robi të arrin faljen e Zotit dhe jo ndryshe. Prej fryteve dashur vëllezër, prej frikës ndaj Zotit xhallahu ala, që e katërta më radh është Allahu azza wa jall, atij që i friksohet Zotit, i jep hejbet në mesin e njerëzve, ka autoritet. Allah azza wa jall i jep personalitet. Vetëm me pa ato ka personalitet, ka hejbet, ka karizmë njeriu, ka autoritet që s'mund gjithkush me nënçmuar. S'mund gjithkush me fol çka don prezencën e tij. Kjo është hejbet, është autoritet, është personalitet. Që njeriu kur të rrin me ty i mat llafet mirë. Jo nga frika ndaj teje, po e din që ti ja ki frikën Zotit. Nuk rrin me një mezhlis të budallëve.
Nuk rrin me një mezhlis ku ka budall. Me një mezhlis ku keshet feja Zotit, s'rrin ti. Me një mezhlis ku s'përmendet Allah, nuk rrin. Me një mezhlis që nuk nderohet ai që ka dije, ai që ka ilm, ai që ka fe, ai që ka namaz, nuk rrin atë mezhlis. Edhe ata që rrin pastaj me ty, mundohen me të kallëzo hadithe. Edhe që s'është i hadithe fare e qaj, se e din çfarë personaliteti ki. Pse? Ta ka dhënë Zoti xhallahu ala personalitet. Allahu azza wa jall jep hejbet atij njeriu që ja ka frikën Zotit xhalla shanu. Për këtë arsye Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ka qenë presi i besimtarëve, ka qenë zullumçar i madh, ka vrarë njerëz pa hesab. Masanaj të rego që kër është fut Hasan al-Basriu të ka i, është friksu për Hasan al-Basriu të rahimahullah. Ka vrarë njerëz ai. Ama Hasan al-Basriu ja ka pas frikën. Që ashtu i ka dhënë Zoti hejbet Hasan al-Basriu. Kër është fut të ka i, është friksu për tina. Sepse Allah azza wa jall i ka dhënë personalitet, pamje, dukje, që edhe të tjerët më të mirë me ta. Jo nga frika ndoshta që ai do të kacafytet me të tjerët, po personalitet dhe hejbet i ka dhënë Zoti xhallahu ala atij që ka frikën Allahut azza wa jall. Për këtë arsye dashur vëllezër, thot Yahya ibn Muadh rahimahullah ta'ala, ala qadri hubbika lillahi yuhibbuka al-khalq. Atë sa e don ti Zotin, dojnë edhe krijesat e Zotit tokë. Wa ala qadri khawfika min Allah. Edhe atë sa e ke frikën Zotit xhalla xhelaluhu në dunja, yahabuka al-khalq. Edhe krijesat pastaj maten me ty. Edhe krijesat pastaj kanë një lloj distance mes teje dhe atyre për shkak të frikës që ja ke ndaj Zotit xhalla shanuhu. Allah azza wa jall t'jep personalitet, t'jep, domethënë, asi personaliteti që njerëzit me pas shumë kujdes ndaj këtij njeriu. Benefitet tjera, frytet tjera që i merr robin prej Zotit të tij kur ja ka frikën Zotit xhallahu ala është që e dërgon njeriu drejt kryerjes së obligimeve dhe e ndalon nga kryerja e ndalesave. Kur muslimani i ka frikë Allahut azza wa jall, nuk vjen në pyetje tek ai mu fal namazi, ma xhiru Ramazani, me kry haxhin, me dhënë që nuk vjen pyetje këtu. Do i kryen me njëra. Hala ma shumë mundohet në vullnetar dhe në file. Dhe mundohet që të largohet nga ato që i ka ndaluar Zoti xhalla shanu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith: "Men khafa adlaj, wa men ajlad adlaj balagha al-manzil." Ai që ja ka frikën Zotit, ai shpejton në punë të mira. Ai që ja ka frikën Zotit, ai shpejton në punë të mira. Edhe ai që shpejton, thot, e ka arrit destinacionin e tij. Balagha al-manzil. Edhe nuk ka mujt armiku të takoj gjatë rrugës, është për qëllim shejtani alayhi lanatu. Pra, kur robi ja ka frikën Zotit, shpejton veprat mira. Kur robi shpejton në veprat mira, e ka arrit destinacionin për të cilën Zoti xhalla xhalaluhu don prej tij. Nuk ka mujt shejtani me arrit gjatë rrugës, me nal. Pse? Se ky s'është marrë me haram me dhaja. E ka vazhdu rrugtimin e tij drejt Zotit. I ka kryer obligimet, është ndaluar nga ndalesat, ka kryer nafile, e ka vazhdu rrugën, shejtani s'ka mujt me nal rrugës. E ka arrit pozitën e tij. Ai që nalet rrugës e nxen shejtanin. E nxen. Kur robi nalet me gjunoa, nalet me përbëjime, nalet me gjunoa të dhaja, nalet duke mos i kryer obligimet e Zotit, bjen në rrjetat e shejtanit. Bjen në rrjetat e shejtanit. Është problematike pastaj më u liru prej rrjetave. Problematike më liru. E kur robi kryen obligimet, ndalon nga ndalesat, bën vepra të mira, s'ka mundësi, hala pa dalë për shkim shejtani ai veç ka shkuar. Hala pa dalë për shkim. Ka shku robi herët. S'mund me pa heq, s'mund me zon heq. Për këtë edhe robi prej fryteve është që i kryen obligimet shpejt, i kryen në vaktin e tij, dalon nga ndalesat atë sa ka mundësi për të vazhduar rrugtimin sepse arrin destinacionin. E pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam thot: "Ala sil'at Allahi al-ghaliya, ala inna sil'at Allahi al-janna." Malli i Allahut është i shtrejt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në vazhdim të hadithit thot: "Malli i Allahut është i shtrejt, e malli i Allahut është xheneti." Malli i Allahut është xheneti, të cilën ai don neve na i dhon. Don neve na i dhon.
do me ble xhenetin për Zotit, do të më krij obligimet. Me fal namazin, me agjëru Ramazan, me krij haxhin, me dhënë zakatin, me besu Allah, ashtu siç duhet. Me besu me lajket e tij, me besu pejgambert e tij, të gjithë, librat e tij, të gjithë, ditën e gjykimit, kaderin, caktimin e Zotit. Pa këto 11 shtylla, sa dush vazhdo ti, s'munësh me vazhdu. Silat Allahi l-ghaliya, malli i Zotit është i shtrejt, me çdo blihet. Nuk blehet me të tërsen. Kush mendon që e blen xhenetin e Zotit me diçka tjetër, ka gabim. Allahu xhalla wa ala kur I ka dërguar pejgambert në tokë, na I ka treguar si më u kthy në destinacionin e duhur. E destinacionin e duhur kthehemi duke I kryer obligimet e Zotit dhe duke u ndaluar nga ndalesat e tij. Këto janë disa nga frytet që neve I marrim dashur vëllezër nga frika ndaj Zotit, do të vazhdojmë inshallah taala në dersin e radhës me besimtarët se si ata ja kanë pas frikën e Allahut në jetën e tyre për të marrë dobi. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.